Shqipëria hapi sot grup kapitullin e fundit negociatave për antarësimin në BE. Komisionerja Marta Kos tha se Shqipëria është kthyer në shembull për Ballkanin, ndërsa kryeministri Rama theksoi se ky rekord as mund të mendoj pa kohë parë. Opozita protestoi me ngritjen e një foltoreje para kryeministrisë ku deputetë e qytetarë hodhën akuzë ndaj qeverisë. Kryedemokrati Berisha tha se kjo formë proteste nuk do të ndalet deri në largimin e Ramës e Ballukut. Duke nisur nga e marta, Shqipëria do përfshihet nga moti i keq me stuhi shiu dhe ere, për shkak të rreshjeve me intensitet lartë në disa qarqe, kryesisht në veri të vendit priten edhe përmbytje. Autoritetet kanë kaluar në gatishmëri. Ish-komandanti NATO-s për Europën Wesley Clark deklaroi para gjykatës së Hagës se Thaçi nuk ishte një komandant ushtarak. Ai konfirmoi dhe deklarimet e dhëna nga dëshmitar të tjerë se UÇK nuk kishte një zinxhir komandues. Kombëtarja mbetet në pritje të kundërshtarit për play-offin e botërorit. Gjasat janë që Shqipëria të renditet në vazhon e tretë pas publikimit të renditjes së FIFA-s të mërkurën. Shorti hidhet të njëjtën në mesditë dhe do të transmetohet live këtu në televizionin Klan. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Shqipëria hapi këtë të hënë grup kapitullin e fundit të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama tha se ky është një rekord që asnjë mund të mendoj pak kohë më parë, ndërsa komisionerja për zgjerimin Marta Kos tha se Shqipëria po bëhet një shembull për Ballkanin. Because it's really good. I celebrate. Grup kapitulli 5, burimet, bujqësia dhe kohezioni u hap sot në konferencën e radhës ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian në Bruksel, duke shënuar dhe hapjen e të 6 grup kapitujve të negocimit. Të 33 kapitujt e përcaktuar në kornizën negociuese u hapën brenda vetëm një viti. Kryediplomatja Danimarkës flet për sfidat e radhës, për mbylljen e të 6 grup kapitujve, ndërkohë që e gjithë politika në Tiranë sipas saj duhet të dialogojë e të punojë për këtë proces. Hapi tjetër është përmbushja e piketave të ndërmjetme në kuadër të themelore dhe e inkurajoi Shqipërinë që të ruajë këtë vrullë reformash dhe të nxitë dialog gjithëpërfshirës politik. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos thotë se hapja e të gjithë kapitujve në një kohë rekord është një trofe, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vetë Bashkimin Evropian, që po tregon se i do antarët e rinj në gjirin e tij. Ky sukses nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e patundur politik të Shqipërisë dhe nga angazhimi i fortë i të gjithë shteteve anëtare për të mbështetur ecurinë e Shqipërisë. Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Vetë kryeministri Edi Rama, edhe pse i është falenderues të gjithë atyre në Bruksel që kanë dhënë mbështetjen e tyre, nuk harron asnjëherë të kthejë kokën pas dhe të kujtojë se jo gjithmonë ka qenë kështu. E këtë e bën për treguar se asgjë nuk është marrë pa merit, e se mbështetja vjen si rezultat i punës që ka bërë qeveria dhe vendi i tij. Kush do të mendonte që do të ishim sot këtu duke çelur të gjithë grup kapitujt? Vetëm pak kohë më parë ishte diçka që dukej e pamundur dhe ishim në pikën ku po mësoheshim me sprapsjet dhe ato grushtat në stomak, por unë besoj se i gjitha i rrugtim na bëri më të fortë. Ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një komb të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian. Ndërkohë, Marta Kos nënvizon dhe hapat e mëtejshëm që duhet të hidhen. Me të njëjtën shpejtësi thot ajo që u hapën të 6 grup kapitujt. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmimi real. Tani është momenti për të përshpejtuar sidomos në fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia e gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit. Punoni me të gjitha ata, me opozitën në parlament, shoqërinë civile dhe sektorin privat, dhe kjo do të jetë garancia më e mirë për të ardhmen e Shqipërisë. Komisionerja e zgjerimit, veç vlerësimeve për ecurinë e ekipit negociues shqiptar, gjithmonë në krahët e Edi Ramës, nuk i kursen lëvdatat e panumërta për të personalisht. I dashur Edi, ju jeni udhëheci që shepër nga e ardhmja dhe e gjen zgjidhje për sfidat ekzistuese me të cilat përballemi të gjithë. E për të festuar këtë fitore të parë të Shqipërisë, nuk mungoi as torta në sallën e konferencës për shtyp. Congratulations, Albania.
Vetë kryeministri në krah të 2 drejtueseve të negociatave prezantoi ekipin negociues. Rama thotë se është merita e këtyre njerëzve për vlerësimin e radhës që mori Shqipëria sot në Bruksel. Dua t'i falenderoj me respekt dhe me admirim të gjithë negociatorët. Është inauguruar në Bruksel shtëpia e re e misionit Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe kryeministri Edi Rama dhe komisionerja e zgjerimit Marta Kos. Në fjalën përshëndetëse, komisioneri ABS vlerësoi rezultatet e arritura nga Shqipëria në procesin e integrimit, ndërsa evidentoi rolin që ka luajtur kryeministri Edi Rama në drejtimin e negociatave. Ajo theksoi se për të mbetet një qëllim antarësimi i Shqipërisë në BE. Ndërsa kryeministri Rama falenderoi komisioneren për fjalët në adresë të tij dhe Shqipërisë dhe evidentoi ndryshimin e qasjes së Brukselit vitet e fundit. Menjëherë pas përfundimit të konferencës ndërqeveritare që shënoi hapjen e të gjithë kapitujve, kryeministri Edi Rama ka udhëtuar drejt Hagës ku prit një takim zyrtar nga homologu holandez Dick Schoof. Rama tha se u fol për marrëveshjen e partneritetit strategjik mes dy vendeve, diçka e pamendueshme vetëm deri pak vite më parë. Rama do vizitojë Institutin Holandez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare ku do të adresohet me një fjalë. Të martën Rama do të jetë pjesëmarrës në forumin e zgjerimit që do të zhvillohet në Bruksel. Për afro 1 orë e 30 minuta, opozita protestoi në bulevardin në Dëshmorët e Kombit, ku kërkoi largimin e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Balluku, si dhe krijimin e një qeverie teknike për mbajtjen e zgjedhjeve të lira. Edi Rama nuk ndodhej në zyrë, por në Bruksel, teksa Sali Berisha zbriti përpara selisë së qeverisë me platformën e tij parlamentare. Ne jemi në një regjim i cili dhunon votë e lirë, i cili shtyp opozitën. Në këto kushte u bëra domosdoshme dalja në shesh në një platformë parlamentare qytetare. E qetë dhe pa masivitet, protesta e përjavshme e opozitës do t'jetë një tribun jo vetëm e deputetëve demokrat, por edhe qytetarëve, mision që Sali Berisha tha se do duhet të përmbush. Ajo mlidhet në foltorën e dytë. Foltorja që nuk ka më synim të shpëtoj opozitën, por ka mision të shpëtoj Shqipërinë nga regjimi i krimit. Kryedemokrati paralajmëroi se protestat e nisura nuk do të ndalen deri në arritjen e objektivit. Do vim gjerë në largimin e tyre, gjerë në rikthimin e votës së lirë të qytetarëve shqiptar. Lubin në Ramadurën do i nisim te Erion Velia. Edvin, absolutisht je i pa shpresë. Fundi yt nga ky shesh do të vi. Për Sali Berishën, platforma parlamentare qytetare e opozitës synon të kthehet në një lëvizje kombëtare për mbrojtjen e votës së lirë dhe e familjes shqiptare. Ndaj ai ftoi të majtet të djathtë që të bëhen pjesë e saj. Është platformë e qytetarëve shqiptar, demokrat pa parti, por dhe socialistëve që e duan familjen. Do të shrohet në uragan e fuqishëm, në uragan e shpresës, në uragan e besimit, në uragan e fitores. Krahas platformës së përjavshme, demokratët kanë paralajmëruar edhe nisjen e protestave kombëtare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se nisja e protestave të opozitës nuk ka lidhje me thirrjen e tij në SPAK për çështjen e 21 janarit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka marrë zyrtarisht nga SPAK fletëthirrjen për të dëshmuar si person që ka dieni për dosjen e 21 janarit. I pyetur për këtë çështje pas paraqitjes së zakonshme në prokurorinë e posaçme, kreu i opozitës tha se ka qenë gjithnjë i gatshëm të jepte shpjegimet e tij dhe se protestat e nisura nga opozita nuk lidhen me këtë çështje. Nuk janë zhvilluar protestat sepse është pritur raporti ndërkombëtar për zgjedhjet. Berisha thotë se është i sigurt se thirrja e tij tani në SPAK për një ngjarje të 13 viteve më parë ka një arsye. Cili institucion kontrollon të Sali Berisha, Ina Ramën apo Arta Markun? Nuk u thirra se kishin frikë nga dëshmitë e mia dhe prap kanë frikë. Unë i përgjigjem çdo thirrje sepse ligji e parashikon. Dhe jashtë atij ligji, ai sistem nuk funksionon dot. Në hetimet për dosjen e 21 janarit janë pyetur më herët edhe ish zyrtar të tjerë të lartë. Mark Fleming, drejtor për çështjet e Europës perëndimore dhe qendrore
në Departamentin Amerikan të Shtetit ka zhvilluar një vizitë në Shqipëri. Ai u takua me kryetarin e Kuvendit Peleshi, ministren e Brendshme Koçiu, me kreun e SPAK Dumani, prokurorët Mara dhe Brau, si dhe me nëndritorin e BKH-s Keta. Një takim zyrtari amerikan ka patur edhe me profesues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ambasada amerikane bën të ditur se gjatë takimeve u theksua partneriteti i fortë SBA-Shqipëri për të përforcuar gatishmërinë e NATO-s dhe për të goditur organizatat kriminale ndërkombëtare. Në Tiranë ishte sot edhe Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Johan Wadephul. Ai shprehu mbështetjen e vendit të tij për integrimin evropian të Shqipërisë. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali mirëpriti në Tiranë Ministrin e Jashtëm të Republikës Federale të Gjermanisë Johan Wadephul, i cili po zhvillon një tur në 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit zhvillua një konferencë për mediat ku folën për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, proces për të cilin Gjermania ka shprehur mbështetje. Qeveria federale është e përkushtuar ndaj procesit të integrimit të Shqipërisë. Me hapjen e grup kapitujve është duke u punuar që këto premisa të krijohen. Jemi duke dhënë mbështetjen tonë, por në fund do të shihet nëse është bërë gjithçka që duhet të ishte bërë. Përmenda shtetin ligjor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi në këto fusha ne kërkojmë një përqendrim të punës. Gjermania, lokomotiva e Bashkimit Evropian, motori i saj politiko-ekonomik, ka mbajtur kurdoherë qasje të drejtë ndaj procesit të zgjerimit, një qasje meritore, parimore dhe të përkushtuar. Të dy ministrat ndanë bindjen se Ballkani Perëndimor është pjesë e pandashme e familjes së madhe europiane. Seanca paraprake në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia i bashkëshortes së tij Ajola Xoxa dhe 16 pandeurve të tjerë nuk u zhvillua këtë të hënë, siç ishte parashikuar. Gjyqtarja Etleva Deda priste të dëgjonte kundërshtimet e avokatëve ndaj kërkesës së SPAK për gjykim, por avokati i kryebashkiakut kërkoi kohë për të përgatitur si dhe mundësinë që Velia të mund të lexonte dosjen. Ata kërkuan mundësinë që të pajisej me një laptop pasi dosja ishte voluminoze dhe nuk mund të aksesonte fizikisht atë, por përmes një USB-je. Gjykata e posaçme u lakon mbrojtësve për të përgatitur deri në datën 2 dhjetor. Gjykata e posaçme nisi gjykimin e zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj për dosjen Buka, ku ai ishte marrë i pandeur për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ahmetaj u përfaqësuan seancë nga avokati Henrik Ligori. Prokurori Elvin Gjoka i lexoi para gjyqtares kërkesën për gjykim dhe tha se Ahmetaj ka firmosur një urdhër për privatizimin e firmës Buka, edhe pse kishte disa vendime gjykate që e ndalonin këtë. Po ashtu SPAK shtoi se po verifikonte disa transaksione parash. Moti i keq ka shkaktuar dhe problemet e para në Shkodër, 5 automjete dhe 9 persona u bllokuan aksin rrugor Breglumi Thet si pasojë e shëmbjes së një masivi inertesh për shkak të rreshjeve intensive. Pikërisht këto pamje jemi duke parë. Bashkia e Shkodrës njoftoi angazhimin e menjëhershëm të makinerive të rënda dhe fadromave për zhbllokimin e rrugës. Pas disa ore, emergjencat civile njoftuan se u bë mundur evakuimi i personave të bllokuar, ndërsa po punohet për lirimin e rrugës. Duke nisur nga dita e martë, vendi ynë do të përfshihet gati një javë nga një mot i keq. Për një javë Shqipëria do të jetë nën pushtimin e stuhisë me rreshje shiu dhe erë të fortë, sipas sinoptikanëve. E marta dhe mërkura do të jenë më problematike. Dita e martë do ketë rreshje intensive në veri perëndim, rreshje me intensitet hermesatar dhe lokalisht intensiv dhe në qendër. Do jetë mërkura që do jetë i gjithë territori me rreshje intensive. Zonat veriore rrezikohen më shumë për përmbytje, por problematika të tilla do të ketë edhe në disa qarqe në qendër dhe në jug. Ne vetëm do plotësohen kuotat mujore, por në disa zona do të jenë edhe dyfish. Rrezikohet qarku i Shkodrës, kemi Lezhën, kemi Kuksin, kemi Baramcurin, kemi në zonat
Kalaç, Krujë, Tiranë dhe për sa i përket jugut është më pak i rrezikuar duke përjashtuar qarkun e Vlorës. Në fundjavë rreshjet do të jenë më të pakta, por vendi do të përfshihet nga acari. Të shtunën në mbrëmje presim depërtimin e një mase të ftohtë polare, e cila tashmë po futet drejt qendrës së kontinentit dhe do futet në Ballkan. Kjo do të bëjë të rikthejë rreshjet e doborës në zonat malore, në verilindje si fillim dhe më pak në juglindje. Nisur nga parashikimet e motit edhe Ministria e Mbrojtjes dhe alarmin për rrezikun e përmbytjeve nga shtrëngatat në vend, ndërsa publikoi dhe një hartë të zonave më të rrezikuara. Ajo kërkoi të merren masa nga të gjitha instancat vendore. Ndërkohë, emergjencat civile kanë kaluar në gatishmëri. Zëvendëskryeministri Belinda Balluku tha se janë marrë masat edhe për uljen e niveleve në basenet e Komanit dhe Vaudez. Rreshjet me shtrëngata dhe stuhi që priten gjatë 48 orëve në të gjithë Shqipërinë kanë vënë në angazhim struktura shtetërore për përballimin e situatave që mund të krijohen nga përmbytjet. Zëvendëskryeministria Belinda Balluku në takimet me strukturat në varësi, me 12 prefektët dhe krerët e disa bashkive në kuadër të masave paraprake për përballimin e situatës, tha se OSHE dhe Kesh janë totalisht në gatishmëri dhe kanë marrë masa për uljen e niveleve në basenet e Komanit dhe Vaudez. Do të mundohemi që të mos hapen portat e hidrocentraleve, por si që e dini dhe jeni të gjithë njohës të situatës, në rast se arrim nivelin më të lartë teknik, është i detyrueshëm hapja e portave. Ajo kërkoi monitorimin e situatës për gjatë 48 orëve në vijim. Pikat e dobta që është nën Shkodra dhe 2 qytetet me të lidhura me prurjet e Vjosës, duhet jemi nga gatishmëri të plot. Sipas emergjencave civile, intensiteti i madh i rreshjeve do të jetë i përqendruar kryesisht në Shkodër, Lezhë si dhe në qarkun e Gjirokastrës. Ndaj u bën apel qytetarëve për kujdes të shtuar në këto zona. Ministri i Mbrojtjes do të jetë në zonat e veriut, ndërkohë që ministri i Bujqësisë do të zbresë në zonat qendrore dhe ato jugore për ndjekjen e situatës që do të krijohen nga rreshjet. Ish komandanti i NATO-s për Europën, generali amerikan Wesley Clark, ka deklaruar para gjykatës speciale të Hagës se Hashim Thaçi nuk ishte një komandant ushtarak. Në ditën e parë të dëshmisë së tij para gjykatës së Hagës, ish komandanti suprem i forcave të NATO-s, Wesley Clark, tha se Hashim Thaçi nuk e komandonte dhe se nuk ishte një udhëheqës ushtarak i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai nuk ishte një komandant ushtarak, ishte e qartë se nuk ishte përgjegjës aty, nuk komandonte aty. Generali amerikan në pension tha se nuk e mendonte se Thaçi të kishte pasur kontroll mbi njerëzit që kishin kryer akte të dhunës në verën e vitit 1999. Unë nuk mendoj që Thaçi ka pasur kontroll mbi njerëzit që kanë bërë akte të tilla. Unë nuk besoj se ka qenë UÇK-ja, por edhe po të ketë qenë UÇK-ja, nuk kishte askush kontroll, nuk kishte mekanizëm kontrolli mbi atë çfarë ndodhte në terren. Ndërsa mohoi që UÇK-ja të ketë pasur zinxhir komandues funksional me hierarki të plot në formën e një shtabi të përgjithshëm dhe NATO e Shtetet e Bashkuara të mos e kenë ditur. Jo, me aq sa pam ne nuk kishte asnjë prej këtyre elementeve. Duke folur për dezinformimin gjatë periudhës së luftës, generali Wesley Clark tha se ndërkombëtarët nuk dëshironin që për masakrën e Reçakut të kryenin hetime njerëzit e Slobodan Miloševićit. Arsyeja ishte sepse kishte rrezik që Miloševići mund t'i tjetërsonte provat dhe ta krijonte situatën të duke sikur ngjarja ishte kryer nga UÇK-ja. Bedri Hamza u zgjodh me shumicë votash, kryetari i ri i Partisë Demokratike në Kosovë. Me vetëm 3 vota kundër, të tjerat pro, Bedri Hamza është zgjedhur kryetari i PDK-s. Ndonë se ditë më parë kishte paralajmëruar kandidaturën e tij, Enver Hoxhaj nuk kandidoi për kryetar të PDK-s. Hamza ka falendëruar delegatët dhe bashkëpartiakët e tij për besimin në mbështetjen dhe drejtimin e ri që i dhan PDK-s. Sot është një prej atyre ditëve ku shpirti i PDK-s flet më shumë se çdo fjalë. Dhe unë para jush djej peshën e madhe, peshën e përgjegjësisë. Hamza u zgjodh kryetari i kësaj partie pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga ky post. Pas zgjedhjes së Bedri Hamzës në krye të PDK-s, Enver Hoxhaj nga kjo parti ka thënë se PDK-ja duhet të mbrojë demokracinë e brendshme. Sipas tij nuk mundet të pretendojë një parti politike që i shkel institucionet e saj të brendshme dhe që ajo sërish të jetë adresë e modernizimit të shoqërisë. Të pavarur e sovran.
Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka miratuar një rezolutë e cila është hartuar nga Shtetet e Bashkuara që mbështet planin e paqes të presidentit Donald Trump për Gazën dhe autorizon një forcë ndërkombëtare stabilizimi për enklavën palestineze. Izraeli dhe grupi militant palestinez Hamas ranë dakord muajin e kaluar për fazën e parë të planit me 20 pika që parashikon një pushim dhe marrëveshjen për lirimin e pengjeve. Rusia dhe Kina abstenuan në votim, duke lejuar që rezoluta të miratojë. Rezoluta ka shkaktuar debate në Izrael sepse i referohet një mundësie të ardhshme të shtetësisë për palestinezët. Këtu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendje. Natën mirë.